falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, sot me lejen e Allahut do të mundohemi të flasim diçka për jetën dhe veprën e një personaliteti dhe dietari tepër të dalluar. E di që për të folur për këtë dietar dhe këtë muhadith nuk mjafton një ders i shkurt, sido që të jetë do të mundohemi të cekim çështjet më të rëndësishme nga biografia e tij e pasur. Bëhet fjalë për Imam Buhariun, imamin e muslimanëve, të parin e besimtarëve në hadith. Sa i përket shkencës së hadithit, emri i tij është emri më i përfolur dhe gëzon pozitë të lartë në çarqet islame dhe më gjatë. Emri i tij i plotë është Muhammad ibn Ismail al-Buhari, edhe pse emrat janë më të gjatë, neve na intereson vetëm emri i tij edhe emri i babës së tij. Pra ky dietar, ky alim e ka emrin Muhammad ibn Ismail, Muhammedi i biri i Ismailit. Ka lindur në vitin 194 të hijretit, në vitin 194 të kalendarit islam, në Buhara apo në Uzbekistanin e sotshëm. Nga vendi i tij e ka marrë edhe pseudonimin El Buhari, nga që dietarët në të kaluarën i kanë marrë ato ofiqet, pseudonimet e tyre nga vendet nga ku kanë ardhur ata. Në moshë rinore, Allahu e kishte sprovuar dhe e kishte humbur shikimin. Ja kishte marrë shikimin dhe ishte verbru. Baba i tij kishte qenë një njeri me zonë në shkencën e hadithit dhe kishte qenë prej të devotshmeve të dalluar. Ka ndruar jetë baba i tij derisa Imam Buhariu ishte ende fëmijë në moshë të vogël, por të do të kujdeset nana e tij, e cila kishte qenë një besimtare e devotshme dhe e cila e ka lutur çdo natë Allahun që Allahu t'ia kthej shikimin djalit të saj, Imam Buhariut. Një natë, nana e vet e sheh në ëndër Ibrahimin alayhi salam. Edhe pse në disa libra thuhet se e ka parë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sidoqoftë transmetimet janë se e ka parë Ibrahimin alayhi salam, i cili i ka thonë dhe ka përgëzuar se Allahu t'i ka pranuar duat dhe ja ka kthy shikimin djalit tënd Imam Buhariut. Nona Imam Buhariut shkon që ta zgjon Imam Buhariun për ta falë namazin e sabah. Dhe nga që ai nuk ka pa, është dash gjithmonë që t'i ndihmon të merr abdes e të lëviz. Mirë po tani nëna e vet friksohet. A ta zgjoj apo mos ta zgjoj, nga që e kishte parë në ëndër se ju ka kthy shikimi dhe friksoheshte se a është ende i verbër apo me të vërtet i ka ardhur shikimi. Kur Imam Buhariu zgjohet, nëna e vet i afrohet që ti ndihmoj, t'i ofroj ndihmë. Imam Buhariu zgjohet nga xhumi dhe thot: "Nuk ke nevojë nan me ndihmu, pasi që Allahu ma ka kthy mu shikimin." Dhe duke e falendruar Allahun, me lutje më të mira, e falendrojnë dhe e madhrojnë Allahun, pasi që Allahu ja ka kthy Imam Buhariut shikimin. Baba i tyre ju kishte lënë pasuri të mjaftueshme dhe si shenjë falënderimin ndaj Allahut, nisën të shkojnë në haxh. Bashkë me vëllain e vet, Ahmed ibn Ismailin dhe nanën e tij, Imam Buhariu do të shkojnë në haxh derisa ishte në moshën 16 vjeçare. Nana e vet dhe vllau i vet do të kthehen në vendlinjen e tyre derisa Imam Buhariu do të qëndrojnë në Hijaz, në Mekë dhe Medinë për 6 vjet të plota. Aty do të shoqërohet me dietarë të hadithit dhe do të kalojë kohë me libra dhe do bëhet i dalluar për sa i përket hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai do të udhtojë në vende të tjera për të përfituar dituri dhe njohuri islame me fokus shkencën e hadithit. Siç e ka përmendur vet Imam Buhariu, thotë se ai ka shkuar në Siri, në Egjipt, në Basra, në Kufe, në Belh për të mësuar dhe dëgjuar hadithe nga dietarë të ndryshëm. Që në moshë të re, Imam Buhariu ka shkruar librin Tarihul Kebir, libër i cili përmbante emrat e transmetuesve të hadithit. Transmetuesit e tjerë, nxënësit e tjerë i kanë shënuar hadithet e tyre, derisa Imam Buhariu nuk i ka shënuar, vetëm se i ka mbajtur mend. Dhe të tjerët njëherë kishin pas thënë se ti po humb shumë,
shkaku se ti nuk po i shënon hadithet, dhe Imam Buhariu gjitha hadithet që i kishin mësuar nga dita e parë, kishte nisë ti thonë të përmendësh. Dhe ata ishin habit dhe ishin fascionu se çfarë mbamendje ka Imam Buhariu. Kushdo që ka ndëgjuar për emrin e tij, e dinte se kishte një mbamendje të fortë dhe ishte i dalluar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa muhadithin në Bagdad kishin marrë vesh se Imam Buhariu do të shkon në Bagdad. Dhe ata ishin përgatitur që ta testojnë Imam Buhariun në mbamendje të hadithit. Dhe kishin zgjedhur 10 nxënës, 10 talebe, dhe secili prej tyre kishin dhënë nga 10 hadithe. Në gjitha kanë qenë 100 hadithe. Mirë po e kishin bën një hile. Haditheve u kishin ndru zinxhirin, se ne e dinë e tyre, sepse hadithi e ka tekstin dhe e ka zinxhirin e transmetuesve. Do të filani prej filanit deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Buhariu rahimahullahu, Allah e pas mëshiru, kur ata e vëren se e kanë bën një hile të tillë, përgjigjet në pyetjet e tyre thotë nuk e di unë këtë hadith në këtë formë. Derisa i përfundojnë të gjithë hadithet, 100 hadithet, të cilat ja prezantojnë Imam Buhariu. Në fund Imam Buhariu thotë, ja nis ti prej fillimit t'ua tregon hadithet dhe ja nis prej te nxënësi i parë. Dhe ja tregon atij hadithet e tia në mënyrë të saktë. Ata ani pse ja kishin ngatruar zinxhirin e transmetimit, tash Imam Buhariu kthehet dhe ja tregon formën e saktë. Nga i pari, i dyti, i treti deri te i 10-ti, 100 hadithe i tregon formën me tekst dhe zinxhir të saktë, edhe ata ngelen të shtangur dhe mbeten të mahnitur nga zgjuarësia dhe aftësia të cilën e ka pas Imam Buhariu. Veprën të cilën do ta shkruajmë mbi hadithet e sakta do të jetë vula e tij në shkencën e hadithit. Libri i tij më i njohur është Xhamiu Sahih, që në kupton përmbledhja e haditheve të sakta, haditheve të vërteta. Këtë libër ai e ka përpiluar brenda 16 viteve. Dhe kishte mbledhur vetëm hadithe të sakta, duke venduar kushte dhe rigoroze dhe strikte. Motivi për të shkruar këtë përmbledhje erdhi pas rekomandimit të mësuesve të tij, të cilët duke biseduar ndërmjet vetë thanë, sikur të kishte dalë ndonjë nxënës, ndonjë dietar, të shkruante hadithet e sakta. Për arsye se kohëve të fundit kanë nisur të dalin hadithe të shpikura, hadithe maudu, të cilat nuk kanë bazë dhe janë të trilluara. Nga ky motiv, Imam Buhariu fillon të shkruan librin e tij, Xhamiu Sahih, ose ne sikur që ne e njohim Sahihu e Buhariu. Në këtë libër, siç ka përmend Imam Buhariu, nga 600.000 hadithe, ai ka përgjedhur vetëm disa. Dikush shënohet se numri i haditheve të cilat janë në Sahihun e Buhariut është 9.082, dikun është 7.225. E kështu me radhë, ajo që dihet është se shumica e haditheve përsëriten. Kjo përmbledhje është e përbën prej 97 pjesëve, 97 librave, dhe ka dikun 3.389 kapituj, apo si quhen në gjuhën arabe, bab. Kapituj janë 3.389. Emri i plot i këtij libri është El-Jami al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Përmbledhja e haditheve të vërteta nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tradita dhe përditshmëria e tij. Kjo është emri i plot i veprës së Imam Buhariut, të cilën ne e njohim si Sahihu i Imam Buhariut. Shumica e dietarëve janë në ujdise dhe në pajtim se ky libër është libri më i saktë pas Kuranit. Sa i përket shkencës së hadithit, Sahihu i Buhariut është përmbledhja më e saktë, pastaj radhitet edhe Sahihu i Muslimit. Ka qenë shumë rigoroz Imam Buhariu në pranimin e haditheve, transmetuesit duhet të ishin të përpikt, të saktë, të besueshëm, dhe ai ka pasur parasysh 2 kushte themelore. E para ka qenë që transmetuesit duhet të kishin qenë të një periudhe kohore, të kishin qenë bashkoanik, dhe kushti i dytë është se duhet patjetër të kishte ndodhur takim në mes tyre. Qoftë edhe një herë të vetme në jetë. Këtu edhe qëndron dallimi në mes kushteve të Imam Buhariut dhe Imam Muslimit, pasi që Imam Muslimi nuk e kushtëzon takimin e transmetuesve. Ai thotë mjafton që kenë jetu në kohën e njëjtë, derisa Imam Buhariu kushtëzon që të jenë takuar. Dietarët e Islamit kaluamën edhe sot e vlerësojnë tej mase për mbledhjen e Imam Buhariut,
numër i madh i studiuesve janë marrë me studimin e kësaj vepre dhe e kanë shpjeguar atë. Elhamdulillah dhe në gjuhën shqipe ka literaturë mjaftueshëm dhe me sa e di tash këtë vit ka përfundu përkthimi komplet i veprës së Imam Buhariut dhe shpresoj që të jetë një përkthim i duhur që të mund t'ju shërbej besimtarëve shqiptar e Allah t'i shpërblej ata të cilët kanë dhënë kontribut. Adresa numër 1 për sa i përket hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është libri i Sahihut të Buhariut. Ka fundi jetës së tij Imam Buhariu shkon në Buhara. Mirë po, për shkak të presionit dhe përndjekjeve, do të detyrohet që të largohet në një fshat Herteng dhe aty do të vdes në natën e Fitr Bajramit në vitin 256 Hijri. Dhe imami më i madh i muslimanëve për fat keq në hadith ka vdekur rrugëve. Ka vdekur në gjendje të mjeruar për shkak të presionit dhe dëbimeve nga ana e pushtetarëve. Çudia është se Imam Buhariun të gjithë ummeti sot e njeh, ndërsa ata pushtetar të cilët kanë qenë, nuk i njeh askush. Allah e ka ngrit emrin e tij dhe kënd e ngrit Allahu, nuk ka kush që e poshtron. Allah e pas të mëshiroj Imam Buhariun dhe i mundsof shoqërimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Historitë e dietarëve dhe ulemave janë frymëzim për neve, nëse nuk mund të jemi si ata, të paktën duhet të ndjekim gjurmët e tyre. Allah ju shpërbleft për vëmendjen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.